Mirëmëngjes edhe shumë faleminderit. Sot është një ditë që do ta donim me diell, por nuk arritën dot. Dhe kështu po e presim komisioneren për zgjerimin në vizitën e saj të parë në Shqipëri me shi. Megjithatë unë ja sqarova që shiu është bereqet dhe kam bindjen që do të jetë një augur i mirë edhe për ecurinë e planit të ri të rritjes dhe për disbursimin e fondeve shtesë për Shqipërinë. E nderuar komisionere dhe dashur Marta, është kënaqësi që ju presim këtu në Tiranë dhe qysh në fillim dua ta përsëris edhe publikisht që ne në rajon e kemi pritur me entuziazëm zgjedhjen tuaj, sepse ju jeni edhe e Bashkimit Evropian, po edhe jona, duke qenë nga një vend i rajonit i cili ka shkëlqyer në rrugën e vet dhe sot është një antar krenar i Bashkimit Evropian, Slovenia, dhe sidoqoftë duke pasur gjakun më pranë nesh se sa pranë Brukselit, shpresoj. Jam i bindur në fakt, megjithëse ju s'do e thoni këtë. Më vjen jashtëzakonisht mirë që takohemi në një moment kur ne kemi arsye të jemi krenar për çfarë kemi bërë. Ju keni arsye për të na mbështetur pa rezervë, por dua ta theksoj që ne nuk e marrim mbështetjen tuaj si diçka të dhënë një herë mirë, po si diçka që duhet fituar çdo ditë. Është mbështetja e një institucioni të madh dhe shumë kërkues, siç është Bashkimi Evropian, të cilën ne jemi të vetëdijshëm që duhet ta meritojmë çdo ditë, sepse ne duam të bëhemi pjesë e familjes së Bashkuar Evropiane. Ne e dimë që nuk ka asnjë alternativë tjetër, pikërisht sepse nuk ka alternativë tjetër të lirisë individuale, nuk ka alternativë tjetër të barazisë para ligjit, nuk ka alternativë tjetër të bashkëjetesës në diversitet dhe të standardeve europiane të kësaj bashkëjetese. Ne folëm me komisioneren dhe për të shkuarën, e cila ne na ka mësuar në mënyrën më brutale që pse rruga e vetme e jona është rruga e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, ne jemi shumë të vendosur që ta përmbushim me sukses objektivin shumë ambicioz të përfundimit negociatave brenda 2027 dhe ambicia ime, ambicia jon është që shqiptarët të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade. Dhe të mundet që kur ulen në aeroportet e Europës të hynë nga ai korridori me atë
konstelacionin e yjeve, edhe jo nga i korridori tjetër ku shkruan të tjerët. Kjo është shumë e rëndësishme për ne se na iku jeta tek të tjerët me shekuj. Dhe e fundit, sepse sot ka rëndësi se çfarë do thoni ju, jo çfarë them unë, është që Parlamenti i Shqipërisë kanë tryez sot marrëveshjet financiare për planin e rritjes, që i hapin rrugë edhe fillimit të financimit të fondeve që janë rreth 1 miliard euro të dedikuara për Shqipërinë. Kështu që e dashur Marta, ne duam legët tona. Thank you very much. Thank you, dear Mr. Prime Minister. Faleminderit, nderuar kryeministër, i dashur Edi. Vërtet që do të më pëlqente shumë që të kishte diell në Tiranë, por më thanë që në rast se bie shi gjatë një vizite të tillë, atëherë bie që jemi me fat. Kështu që me këmbë të mbar, dhe shpresoj shumë që të jam me këmbë të mbar, sepse vendi juaj ka ecur vërtet shumë mirë në rrugtimin e vet drejt Bashkimit Evropian. Sigurisht që është gjeopolitika ajo sot që na tregon që gjithçka mund të jetë e mundur dhe që një gjë mund të jetë stabil dhe rrugtimi juaj drejt Bashkimit Evropian është i sigurt në udhën e vet dhe është i vërtet. Më pëlqen që takohem me ju, me ekipin tuaj, me Majlindën, kryenegociatoren dhe që e shoh që jeni kaq pasionant, plot me pasion për vendin tuaj, por edhe për Bashkimin Evropian. Dhe erdha këtu për t'ju treguar mbështetjen time të plot për objektivat tuaj kaq ambicioz për cilët ka treguar ekipi im dhe më kanë thënë edhe që janë objektiva realist, jo thjesht ambicioz. Dhe ju citoj kur ju thoni që dëshironi që negociatat të përmbyllen deri në fund të vitit 2027. Dhe ne po ecim në rrugën e duhur, pra jemi mirë në udhën e duhur, në udhë të mbar, sepse janë hapur tashmë grup kapitujt e caktuar, dyshi, treshi, gjithashtu do t'jenë edhe gjithë grup kapitujt e tjerë. Dhe siç e dimë edhe ne, nuk bëhet fjala vetëm për hapjen e këtyre grup kapitujve, por edhe për mbylljen e tyre. Dhe jam e sigurt që me të gjitha reformat që ju po kryeni, kjo do të jetë e mundur. Pra, me shumë dëshirë, duam që Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Ju e meritoni, sepse me ju brenda Bashkimit Evropian, Europa nuk do të jetë thjesht më e madhe, por edhe më e fortë. Gjëja tjetër e rëndësishme që dëshiroj të them është që ju jeni ishull stabiliteti. Ju keni marrëdhënie të mira, të fqinjësisë së mirë në rajon, dhe kjo është ndonjëherë diçka që ne shpesh e harrojmë. Ju jeni kampion për bashkëpunimin rajonal dhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë jam komisionerja e parë që në fakt vin nga ky rajon, kështu që unë e di vetë se çfarë të luftosh fort që të bëhesh antar i Bashkimit Evropian. Nuk është se vjen thjesht sot për nesër, por do shumë punë dhe të bëhesh pjesë e këtij klubi, pra gjithë puna që ju po bëni. Edhe ky është angazhimi im, ashtu si edhe i juaj, dhe jam e sigurt që ky do të jetë suksesi ynë i përbashkët. Dhe sigurisht, edhe fakti që ju jeni të harmonizuar dhe në përputhje të plot 100% me politikën e jashtme dhe atë të sigurisë së Bashkimit Evropian është vërtet fantastike. Po, unë shpresoj që ne sot do të kemi ratifikimin në parlament të dyja marrëveshjeve të cilat janë të domosdoshme, në mënyrë që ne t'i japim Shqipërisë shifrën 1 miliard euro, një pjesë në hua, një pjesë tjetër me grante, në mënyrë që të kryhen të gjitha reformat e domosdoshme për Shqipërinë, por edhe për të bërë të mundur që ju të jeni gati për të qenë shtet antar, sepse ky
Ky është edhe objektivi kryesor i planit të rritjes, që është edhe pjesë e integrimit gradual, ku ju po ecni vërtet shumë mirë. Ju keni thënë shumë herë në të shkuarën që do të ishte mirë, gjë e mirë, sikur vendet kandidate përpara se të bëheshin shtete anëtare, të bëhen pjesë e BE-s me anën e rrjeteve të ndryshme, për shembull kjo po ndodh me SEP-ën, kjo po ndodh gjithashtu edhe me korridoret e gjelbra, po ashtu edhe me planin